Përralla e zanave, rojet magjike të maleve shqiptare. Shumë kohë më parë, kur malet flisnin me erën dhe yjet zbrisnin afër tokës, Zoti i natyrës pa se bota kishte nevojë për mbrojtje. Njerëzit ishin të dobët, pyjet rrezikoheshin dhe e mira duhej ruajtur. Atëherë, nga drita e hënës, fryma e maleve dhe zemra e tokës, u krijuan zanat. Zanat ishin qenje mitologjike shqiptare, vajza të bukura me flokë të gjatë që shkëlqenin si ari, sy si qielli dhe zëra që tingëllonin si këngë mali. Ato jetonin në male të varta, pranë burimeve të pastra dhe pyjeve të shenjta. Çfarë ishin zanat? Zanat ishin roje të natyrës, mbrojtëse të trimave, ndëshkuese të së keqes, dhuruese të forcës dhe fatit. Kur një njeri ishte i mirë, i guximshëm dhe i drejtë, zanat e ndihmonin. Kur dikush dëmtonte natyrën ose sillte padrejtësi, zanat zhdukeshin si mjegull ose sillnin dëshkim. Si u krijuan? Legjenda thot se nga lotët e malit u krijua mëshira e tyre, nga era e fortë u krijua fuqia, nga drita e hënës u krijua bukuria, nga kënga e tokës u krijua magjia. Për çfarë u krijuan? Zanat u krijuan për të ruanin ekuilibrin e botës, të ndihmonin heronj si muji, të mbronin burimet, pyjet dhe kafshët, të mësonin njerëzit se forca pa zemër nuk vlen. Edhe sot, thuhet se kur era këndon në male, zanat janë aty.